Fox News ka siguruar dosjen në SPAK, e cila godet 3 grupe kriminale të përfshira në trafikun e drogës, mes tyre edhe grupin e fisit Raja, të drejtuar nga Recep Raja. Ky i fundit në bisedat e përgjuara me anëtarët e grupit njihej me 2 pseudonime, ZRI dhe New Sky. Bujar Sefa i njihej me Novkon Venecia, përparim Raja si Caca, ndërsa Sokol Çaja si Hermano. Në dosje bëhet fjalë për 3 episode të ndryshme trafiku narkotike. Episodi i parë përket datës 3 nëntor 2020, kur autoritetet kompetente të Malit të Zi sekuestruan një sasi prej 1722 kg bim narkotike të llojit marijuan. Droga ishte nisur nga Shqipëria dhe kishte si destinacion përfundimtar Gjermaninë. Episodi i dytë referohet datës 26 janar 2021, kur autoritetet turke sekuestruan rreth 236 kg marijuan, edhe kjo sasi ishte dërguar nga Shqipëria me destinacion përfundimtar Turqinë. Episodi i tretë daton më 23 nëntor 2020, kur autoritetet e Mbretërisë së Holandës sekuestruan 475 kg lëndë narkotike të llojit kokainë. Kjo ngarkesë ishte nisur nga Ekuadori dhe kishte mbërritur në Holandë. Në njërin prej episodeve, SPAK akuzon grupin nga fushkryja për trafikimin e 475 kg kokainë nga Ekuadori drejt Holandës. Si provë kyçe përdorën përgjimet e aplikacionit SKECC, kur anëtarët e grupit organizojnë transferimin e kësaj ngarkese. Ndër provat e SPAK janë edhe përgjimet SKECC mes Ervis Çulit dhe përparim Rajës, fushëririt të Recep Rajës në nëntor të vitit 2020. Në këto biseda, Shuli shpjegon përparim Rajës për një debat që kishte patur me një shok të tyre të përbashkët nga fushkryja, i cili nuk kishte kryer pagesën për 10 kg drogë që kishte porositur nga ngarkesa prej 475 kg kokainë e sekuestruar në portin Vlissingen. Gjatë bisedës, ky personi kishte komunikuar Shulit se kishte takuar përparim Rajën dhe djalin e një deputeti. Në këto komunikime, Shuli dërgon edhe fotografi të ngarkesës me drogë. Në një episod tjetër, sipas dosjes së SPAK, akuzohet Recep Raja si një nga porositësit dhe organizatorët kryesorë të ngarkesës me 236 kg kanabis që u sekuestrua në Turqi. Grupi kishte organizuar çdo detaj për trafikimin e lëndës narkotike drejt Turqisë përmes një kamioni. Megjithatë, në pikën e kalimit kufitar, plani nuk shkoi siç duhet. Kamioni me targa shqiptare, ku droga ishte fshirë në pjesën e tavanit, kishte kaluar skanerin pa probleme, por policia turke e ndaloi mjetin në mbrëmjen e 26 janarit dhe e mbajti për një kontroll të imtësishëm. Mëngjesin e 27 janarit 2021, Kazmir Raja i shkruan Bujar Sefës se ishte vënë në dieni nga drejtuesi i kamionit se kishte hyrë në ambientet e doganës turke, por mjeti ishte futur për kontroll fizik dhe nuk kishte dalë më prej andej. Pas atij momenti, shoferi nuk kishte kthyer asnjë përgjigje. Kazmir Raja e shpreh Sefës bindjen se me 99% shoferi ishte arrestuar, ndonse ende nuk kishte asnjë njoftim zyrtar apo lajm në media. Një ditë më pas, 28 janar 2021, Kazmir Raja shkruan sërish Bujar Sefës duke informuar se kamioni ishte kapur, pasi shoferi kishte telefonuar bashkëshortën e tij dhe e kishte njoftuar për ndalimin. Pas bllokimit të ngarkesës, grupi Recep Rajës ngre dyshime për një tradhti të mundshme nga ana e shoferit Elton Bogdani. Recep Raja shpreh dyshime se informacionet për ngarkesën mund të jenë dhënë edhe nga persona të tjerë që kishin pjesë në drogën e nisur drejt Turqisë. Agim Nina, personi që kishte mbajtur kontaktet e drejtpërdrejta me shoferin, shpreh se është e pamundur që tradhtia të ketë ardhur prej tij, duke theksuar se shoferi kishte me vete vetëm një telefon Samsung të vjetër. Gjatë një bisede mes Jani Çavos dhe Recep Rajës, hidhen dyshime se ndonjë nga personat e tjerë që kishin futur drogë në kamion mund të ketë dhënë informacionet për autoritetet. Për këtë arsye, Recep Raja thret Aldo Gjinin, të referuar si Bjondi dhe Javo Çavon, për t'u sqaruar në fushkruj.